Keni zhurma ose fishkëllima në vesh, mjeku zbulon se çfarë do të thotë kjo. Volontimet e fundit tregojnë se rreth 10% të rriturve kanë probleme me zhurmat në vesh, ndërkohë që kjo dukuri është disi më e zakonshme te mosha të vjetëra dhe tek meshkujt. Tringëllima në vesh është një fenomen që dëgjoni zë pa praninë e një stimuli të jashtëm zanor. Arsyet për këtë mund të jenë të ndryshme. Mund të keni ndryshime në enët e gjakut, të kokës dhe qafës, spazma të muskujve të veshit të mesëm, sëmundjeve të vetveshit, lëndime të kokës ose të qafës, sklerozë shumëfisht, sëmundje infektive ose gjithashtu përdorimi i ilaçeve të caktuara. Përveç kësaj, zhurma në vesh shfaqet edhe te njerëzit me presion të lartë të gjakut, si dhe te njerëzit me qarkullim të dobët të gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse zhurma vazhdon për shkak të qarkullimit të dobët në vesh, duhet të eliminohet kafeinja, duhani, përdorimi i alkoolit dhe reduktimi i marrjes së kripës. Ndonjëherë zhurma në vesh mund të jetë rezultati i dyllit të grumbulluar. Kur grumbullohet shumë, mund të irritojnë daullen e veshit dhe të shkaktojnë tringëllima të veshit. Nëse gumëzhima është e shpeshtë, këshillohet të vizitoheni tek mjeku për të kontrolluar nga afër shëndetin tuaj dhe për të marrë gjithashtu edhe trajtimin më të specializuar. Shpeshherë zhurma në vesh është shkaktar i pagjumësisë dhe i stresit. Sipas mjekësisë, edhe tringëllima shpesh është e lidhur me humbjen e dëgjimit, ajo nuk e shkakton dhe as nuk e nxit humbjen e dëgjimit. Megjithatë, ekzistojnë disa shkaktarë që e nxisin zhurmën që të ndodhë në njërin ose në të dy veshët, në një ose në forma të ndryshme. Ekspozimi gjatë ndaj zhurmave me intensitet të lartë është edhe njëri nga shkaqet dhe mund të themi shkaku kryesor i tringëllimave të veshit. Përveç zhurmave në vesh, mund të shkaktojë edhe humbje e përhershme e dëgjimit. Një shumëllojshmëria e kushteve dhe sëmundjeve të tjera mund të çojë në tringëllima të veshit duke përfshirë bllokimet e veshit për shkak të dyllit ose infeksioneve të veshit. Mund të jetë edhe ndonjë sëmundje e veshit. Përdorimi i antibiotikëve të ndryshëm, inflamatorë, qetësuesve dhe ilaçeve kundër depresionit dhe medikamente të ndryshme mund të jenë gjithashtu edhe shkaktarët kryesorë të këtyre ndryshimeve të vefta. Veshët njihen gjithashtu edhe si pjesa më e rëndësishme e trupit të njeriut. Mjafton që njëri prej tyre të dhemt dhe ndjesia është e padurueshme, stresuese për të gjithë organizmin. Gjatë jetës, njerëzit mund të përjetojnë shpesh këto dhimbje dhe sidomos në moshat e reja. Mund të ndodhin për një sër arsyesh, duke nisur nga futja e ujit në vesh, infeksionet dhe sëmundje të tjera specifike. Gjithsesi është vënë re gjithashtu se një tjetër lloj gjendje që krijohet tek veshi mund të ndikojë në shfaqjen e këtyre përkeçimeve dhe të ndikojë drejt për së drejti në dëgjimin tuaj. Quhet pulsimi ose zhurma ose tringëllima e veshit, që shkaktohet pikërisht nga veprimet e përmendura më parë. Shpesh njerëzit ankohen se veshët e tyre zakonisht dhe vazhdimisht mund të kenë tringëllima të pakuptueshme, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në aspektet e tyre fizike, madje edhe në jetën e përditshme. Por pse keni zhurma në vesh? Nëse ju pulson njëri ose të dy veshët, shkaqet me shumë gjasa janë të njëjta dhe fshehin thellë edhe në organizmin tuaj. Kjo gjendje vazhdon me ditë dhe javë, madje edhe muaj të tërë dhe kthehet në një stres të vazhdueshëm për të gjithë ata persona që i përjetojnë këto shqetësime. Intensiteti më i madh i zhurmave ndihet kur shtriheni për të pushuar ose për të fjetur. Ky puls i vogël brenda kokës me siguri nuk ju le të pushoni të qetë dhe ju krijon gjithashtu stres të vazhdueshëm. Arsyet kryesore pse kjo gjendje zhvillohet fillojnë që nga presioni i lartë i gjakut, probleme me venat, anemia, gjithashtu edhe probleme siç është për shembull arterioskleroza. Sëmundjet që e shkaktojnë këtë mund të jenë nga më të ndryshmet. Problemet me enët e gjakut ose venat e gjakut mund të prekin shumë njerëz duke bërë që qarkullimi i gjakut në vena të jetë më problematik, mund të ndikojë gjithashtu anemia dhe problemet e arteriosklerozës. Problemet me enët dhe venat e gjakut mund të prekin shumë njerëz duke bërë qarkullimin e gjakut të mos jetë më i shëndetshëm. Kështu që venat që kalojnë pranë veshit, çojnë gjakun në tru, krijojnë zhurma që mund të dëmtojnë kështu shëndetin tuaj të dëgjimit dhe të krijojnë edhe komplikacione të njëpasnjëshme, citojnë ekspertët. Presioni i lartë i gjakut ose tensioni i lartë i gjakut mund të jetë një arsye kryesore pse po përjetoni këto zhurma.
Kur gjaku lëviz me shpejtësi të ndryshme ose më shumë shpejt, zhurma do të jetë e pranishme në veshët tuaj. Kjo mund të vijë nga sëmundje të ndryshme që shkaktojnë hipertension ose gjatë periudhave të ndryshme të stresit, përdorimi i tepërt i alkoolit, përdorimi i tepërt i kafeinës dhe substancave të tjera të cilat ndikojnë drejt për së drejti në aspektin e dëgjimit tuaj. Gjithashtu, anemia ose tiroidja hiperaktive mund të jenë gjithashtu shkaqe të lëvizjeve të tilla në trup, duke shkaktuar zhurma në venat që kalojnë pranë veshit dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Arterioskleroza njihet si një nga sëmundjet që bllokon arteret dhe enët e gjakut, duke i bërë ato më pak fleksible, dhe në këtë mënyrë edhe gjaku fillon edhe të krijojë komplikacione të tij, duke krijuar shqetësime në veshin tuaj dhe duke rënduar më shumë dëgjimin. Ekspertët thonë gjithashtu se përdorimi i trajtimeve të duhura në kushte shtëpie mund të japë rezultatin e duhur në menaxhimin e këtyre komplikacioneve të veshit tuaj. Një tjetër arsye mund të jenë edhe problemet të shëndetit dhe të qafës, ose edhe sëmundje që prekin këto pjesë të trupit të cilën ndikojnë në drejt për së drejti në aktivitetet tuaja shëndetësore dhe krijojnë komplikacione të njëpasnjëshme. Pulsimi ose tringëllimi i veshit mund të kthehej në një problem të vërtetë dhe kumbues në jetën tuaj sedentare, që mund ta bëjë jetën tuaj më të vështirë dhe gjithashtu më problematike në menaxhim. Pulsimi ose tringëllimi i veshit mund të kthehej në një problem të vërtetë për çdo që i përjeton ato, pasi mund të shkaktojë një sër efektesh të tjera anësore që mund të ndikojnë në shëndetin tuaj, duke filluar që nga dhimbjet e kokës, marramendja, të përzierat, stresi, probleme me shikimin ose humbja e dëgjimit, por si duhet të menaxhoni dhe të ndaloni një shqetësim të tillë. Nëse kjo zhurmë e fortë vazhdon për ditë të tëra, javë dhe muaj me radhë, me patjetër duhet të konsultoheni me specialistin. Së pari, nëse keni rrahje të veshit, mund të fshihen një sër sëmundjesh të tjera siç mund të jenë problemet e mësipërme. Mundohuni që të gjeni shkakun në mënyrë që zhurma e veshit të pushojë gradualisht. Gjithashtu, kur shtriheni për të fjetur, mundohuni që të fokusoheni kryesisht tek gjërat të cilat janë edhe më pak problematike dhe nuk shkaktojnë zhurma të jashtme. Sigurohuni që të ndiqni këto trajtime në mënyrë të rregullt për të menaxhuar edhe shqetësimin tuaj. Mjekët shpesh sugjerojnë disa makineri të posaçme, të cilat përdoren me kujdes për të gjeneruar zhurma të lehta në dhomën tuaj, në mënyrë që të harroni zhurmat e veshit dhe të menaxhoni më mirë shqetësimet tuaja. Ndjekja e këtyre trajtimeve dhe konsulta me mjekun mund të jetë përzgjedhja më e mirë efikase kundër këtyre komplikacioneve. A keni ndjerë ndonjëherë zhurma të çuditshme në veshin tuaj, si një gjëmim ose dridhje? Kjo ndjesi mund të jetë shqetësuese, por zakonisht mund të ketë një shpjegim. Ndonjëherë është diçka e parrezikshme si lëvizja e muskujve të vegjël brenda veshit, ndërsa në raste të tjera mund të tregojë një gjendje shëndetësore që kërkon vëmendje të specializuar mjekësore. Në këtë video, do të zbulojmë arsyet e zakonshme pse ndodh kjo dhe si mund ta menaxhoni dhe trajtoni shqetësimin tuaj në mënyrë që të merrni një zgjedhje të mirë. Shkaqet e mundshme të gjëmimit ose zhurmët në vesh mund të jenë lëvizjet e muskujve në veshin e mesëm. Disa muskuj brenda veshit mund të kontraktohen papritur duke krijuar një ndjesi dridhje ose zhurme më të lehtë. Dylli i tepërt. Kur dylli i veshit bllokon kanalin e dëgjimit, mund të krijojë një efekt gjëmimi ose tringëllimi të shtypur. Ndryshime në presionin e ajrit. Ushqimet gjithashtu mund të jenë ndikues, por udhëtimet me avion ose zhytja në ujë mund të shkaktojë zhurma të veshit për shkak të mosbarazisë së presionit. Tintusi mund të jetë një arsye e quajtur ndryshe tringëllima e veshit. Një gjendje e zakonshme që njerëzit dëgjojnë në tingull të tillë si gjëmimi, fishkëllima ose pulsimi, pa ndonjë burim të jashtëm kryesor. Probleme me nofullën. Çrregullimet e nofullës mund të ndikojnë në vesh dhe të shkaktojnë ndjesi ose tringëllima të çuditshme. Presioni i lartë i gjakut. Hipertensioni ose qarkullimi i parregullt i gjakut mund të krijojë ndjesinë e një gjëmimi ose pulsimi të veshit. Infeksione të ndryshme të veshit. Nëse vëreni se keni infeksione të veshit, mund të merrni trajtime të specializuara për këto komplikacione. Ndjekja e trajtimeve të tilla në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.